Fëmia dhe truri në vitet e para të jetës, a ka 5 gjëra që duhet të dinë prindrit? Nga ju si shefi i neurokirurgjisë, po edhe i pediatrisë. I këndon, i lexon, i qesh, bashkëvepron. Këto janë të mjaftueshme që fëmia të rritet i shëndetshëm nga ana mendore. Një fëmijë i cili lihet aty te cepi me atë ekranin edhe ndërkohë nuk dëgjon as fjalë nga prindi dhe as një ndërveprim nga prindi, është një fëmijë që nuk ka për të rritur mirë. Hemorragjia ndodh në një moment. Te fëmia zakonisht shohim që sikur është më i irritueshëm, më i ngacmueshëm, qan më shumë. Nganjëherë shohim që ka dhe një rritje të perimetrit të kokës, koka bëhet më e madhe. Po nëse ka diçka për cilën njerëzit duhet të kenë kujdes nëse kanë një sinjal që diçka po ndodh në kokën e tyre, të shkojmë nganjëherë te mjeku. Një herë në vit, një herë në 2 vjet, po të shkojmë. Sepse janë sëmundje të cilat ne i marrim vesh tepër vonë. Gjenetikisht lindim të mençur apo mençurohemi gjatë jetës? Ja, neve mençurohemi gjatë jetës. Truri pra shefi lumturisë tonë, po jo, ai na ka dhënë truri, po në fakt është mendja. Mendja. Dhe ne nuk e dim se ku është mendja. Thonin grekët, mendja është e gjendra pineale, po unë e shoh atë pinealen kur e operoj, po se shoh mendjen aty. Ku është gjendra pineale, se e kemi trurin atje dhe mund ta hapim dhe ta demonstrojmë pak. Ku këtu është pinealia. Është shumë thellë. Atë që ne dimë është që ka lidhje me dritën. Iku truri. Ku ikën truri, profesor? Truri fle gjumë në atë moment. Fle gjumë? Ti je një njeri pa tru. Që s'është gjë e mirë. Stresi dhe traumat shpeshherë çojnë impotencë seksuale tek burrat. Si duhet thyer cikli? Kjo është kur truri bëhet më i fortë se sa trupi. Te truri duhet parë kjo punë. Obsesioni, çfarë është në vetvete? Obsesioni është një sëmundje psikiatrike. A konkuron zemra me trurin në fakt? Kujtohet një fjalë angleze që thot believe in your guts. Kështu që është një i tretë që ka të drejtë. As truri as zemra po zorrët. Podcastet mjekësore janë një kuriozitet shumë i madh për mua, edhe un kam mbi një vit e gjysmë që dëshiroj të kem prezencën tuaj në studio dhe ju falenderoj shumë se unë imagjinoj se si mund të jetë agjenda juaj editore, impenjimet e punës, projektet shkencore, misioni për të qenë një profesor që përçon dije në breza, kështu që faleminderit shumë që jeni sot në këtë studio. Faleminderit juve që më ftuat. Do bëj një prezantim të shkurtër të doktor Artur Xhumarit. Lexova pak nga biografia juaj. Doktor Artur Xhumari është shefi i shërbimit të neurokirurgjisë pranë qendrës spitalore Nën Tereza në Tiranë. Kemi disa tituj të rëndësishëm këtu dhe disa kualifikime të rëndësishme. Juve jeni diplomuar si mjek i përgjithshëm në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës në 98. Jeni specializuar për neurokirurgji dhe keni kryer këtë studim pranë njëjtit universitet. Gjithashtu keni ndjekur kurset shumëta profesionale dhe jeni specializuar në Francë për kualifikime në neurokirurgji, Fakulteti i Mjekësisë në Paris. Gjithashtu diplomë universitare në mikrokirurgji Universiteti i Parisit, doktor i shkencave mjekësore në neurokirurgji, master në Itali në neurologji pediatrike, profesor i asociuar në 2016 dhe profesor i plot në 2023. PhD-n, doktoraturën e keni mbrojtur në 2010, i mirënjohur për trajtimin e tematikave delikate të rinjësie të veçantë dhe shumë i mirënjohur për trajtimin e sëmundjeve të tjera neurologjike më të përhapura në Shqipëri. Njiheni gjithashtu si një nga ekspertët më të spikatur për ndërhyrjet kirurgjikale të rralla dhe novatore. Numëroni mbi 45 publikime shkencore në fushën e neurokirurgjisë. Un kam një seri pyetjesh që dua t'ju drejtoj sot, edhe do flasim në fakt sot për trurin të parë nga shumë dimensione, 360 gradë do ta rretullojmë. Ne jemi takuar bashkë nga afër dhe jemi dëgjuar në rastin e trajtuar me sukses përpara një viti e gjysmë të fëmijës, një mikeshës time i porsalindur 3 mujor, i cili vuante pasojat e një hemoragjie cerebrale, 3 muaj vetëm. Edhe pyetja e parë që lindte natyrisht ishte, po ishte kjo e diagnostikueshme në kohën e shtatzanis? Hemoragjia nuk është e diagnostikueshme. Hemoragjia ndodh në një moment kur ndodh te i rrituri, shohim që nuk lëviz një dorë, nuk lëviz një këmbë pa pritë pa kujtuar. Ndërkohë te fëmia zakonisht shohim që sikur është më i irritueshëm, më i ngacmueshëm, qan më shumë. Nganjëherë shohim që ka dhe një rritje të perimetrit të kokës, koka bëhet më e madhe. Nuk është që lind jashtë shtatzanis, ndodh në një moment. Zakonisht është një keq funksionim i mëlçisë që prodhon ato faktorët e mpiksjes gjakut, që ne mundohemi ta parandalojmë duke dhënë atë vitaminën K, por që sasiherë mjekësia nuk është 100% e sigurt e aftë të parandalojë gjërat. Po kuptohet, kur nuk ja jep vitaminën K, rreziku është më i madh. Kur shikojmë një fëmijë apo një të ri dhe shikojmë dikë në moshë të maturuar,
tek lëkura ne rrudhat kemi gjën e parë që dallojmë. Edhe janë shenjat e vërteta të moshës, të kohës. Një tru të vogël dhe një tru në moshë të madhe, pa kuptuar fare Zakonisht moshën mosha e madhe anagrafike të pacientit. Shohim që ka çik më pak tru, që quhet atrofia. Pra siç janë rrudhat e lëkurës, te truri shohim paksim të masës trunore dhe shtim të ujit. Në qoftë se duam të dëndësojmë këto neuronet që të jemi më të mençur, çfarë duhet bëjmë gjatë jetës? Të punojmë, të mësojmë, ta vëmë trunin në punë. Pra kur Po truri ndoshta mund mos dëndësohet. mund dhe mos dëndësohet. Objektivisht duke e pa. Gjenetikisht lindim të mençur apo mençurohemi gjatë jetës? Ja, neve mençurohemi gjatë jetës. Do me thënë të gjithë kemi shanset, i bërë kjo. të gjithë kemi shanset të jemi të mençur gjatë jetës nëse punojmë me trurin dhe e dëndësojmë këtë rrjetën neurologjike që thonë ju. Truri është i programuar për të mësuar. Nëse ti i jep brum, ai mëson, nëse ti nuk i jep gjë për të mësuar, ai s'mëson. Po, Prandaj themi mos rini para tableteve kalamajve sepse ajo nuk të jep material për të mësuar. Ti vetëm shef, ndërkohë mësimi është edhe reflektim, është edhe lëvizje, është ndërveprim. Është më mirë të lozësh te parku se sa të shohësh iPadin me të njëjtin shoqe që ke për kalamaj plus. Ndërkohë që i rrituri ka librin, sepse te libri lexon dhe ajo e lejon të fantazoj, të krijoj memorie të cili është pushteti gjenetikës në këtë sens? Genet sa bëjnë ligjin dhe sa përcaktojnë nivelin e zgjuarsisë? Kjo është e sigurt, por është dhe shumë i modifikueshëm nga ambienti që rrethon. Çfarë ju ka mësuar heshtja në sallën e operacionit që nuk ju ka mësuar asnjë libër shkencor, akademik? Heshtjen unë e kërkoj në ato momente kur edhe ajo zhurma e vogël e muzikës që zakonisht kam qejf ta kem në sfond, po dhe ajo të shqetëson, sepse janë momente kur ti ke nevojën për një përqendrim maksimal dhe ajo zhurma e vogël të çorienton. Heshtja në vetvete nuk të mëson shumë, po të mëson që je në një moment shumë delikat. Vendosni muzikë në sfond kur operoni? Ndihmon? Po, bile nga i herë shumë, si me shaka, me gjysmë të bërtitur, ku është muzika, që është ki muhabet, si ki pjesh kështu. Në funksionon që ti hyn në sallë, mbasi i smuri është vënë në gjumë dhe të thrasin që thonë tani është gati për ty, edhe hyn aty dhe gjen jo muzikë. Që po notu, që është kjo po, muzika ku është? Kjo është për të dhënë pak optimizëm edhe për të dramatizuar situatën, është diçka tipike juaja, e kanë dhe mjek të tjerë tradit? Kur kam lindur djalin ka qenë kështu, unë kam hyrë në një sallë operacioni me muzikë në fakt, edhe ishte shumë çlotëse. Ja, më pëlqen që të ketë të mos jetë ajo atmosfera e frikshme e kishës e heshtur. Kemi 8.6 bilion neurone dhe nuk e di sa trilion sinapse në trurin ton, dhe truri mbetet i vetmi organ. Nëse di kush i ka numru. Kush i ka numëruar vërtet? Kjo është një pyetje që më lindi nga faktet shkencore që po lexoja kur bëja të kërkimin tim përpara një interviste. Thash edhe unë, po kush ka dalë në këtë përfundim që nga kaq bilion? Se këto asnjë nuk mjafton për të numëruar, thash. Atë që ne dimë në fakt është që kur shohim në mikroskop trurin, këto anatomistët që bëjnë studimet, shohin që sa është madhësia e një neuroni. Shohin se sa fije shkojnë te sa sinapse ka te ky neuron dhe pastaj bëjnë këtë ekstrapolimin. Në qoftë se në 1 nanometër janë kaq, atëherë te ky truri që është kaq kile do jetë ky numër. Po si me metrat katror, si me metrat katror të një sipërfaqe ndërtimi, e kuptova. Shumë virtual si numër. Po pse mbetet truri i vetmi organi pa transplantueshëm? Pra truri nuk mund të bëhet transplant, është i vetmi organ që nuk transplantohet. Deri tani. Unë tani kur thoni ju këtë, po mendoj, po ka ndonjë tjetër që nuk transplantohet? Po sikur transplantohen gjithë, edhe zemrës i bëhet transplant. Syrit i bëhet transplant, fytyrës i është bërë transplant, organeve të tjera patjetër. Veshit nuk i është bërë transplant. As veshit nuk i është bërë transplant, a? Pse është pjesë e trurit, dhe jetë përgjigja. Shumë afër trurit. Veshi është pjesë e trurit, është organ ndjesor, është sensor, siç është nuhatja, siç është syri. As syri nuk është transplantu. Transplantohet kornea, por nuk transplantohet retina. Kornea është kjo që mbulon syrin, ndërsa ajo që sheh është retina. Transplant retine nuk ka. Edhe pse jemi në vitin 2025, por jetojmë një rritje eksponenciale të teknologjisë sipas shkencës dhe gjetjeve nga studimet e shumta, cila është kjo fije e hollë që ndan trurin dhe mendimin, zhvillimin e një mendimi të caktuar. Këtu ka një problem.
sepse ti kërkon që truri të kuptoj veten e vet. Dhe është një ndoshta gjë e pasgjithshme ndonjëherë. Truri kupton si funksionon muskuli, truri kupton si funksionon kocka, zemra, por që të kuptoj si punon vetja vet, është i çike pamundur. Kur ne shifemi në pasqyrë që shohim veten tonë, po kush jam unë, ç'është pasqyra? Duhet jetë një problem psikologjik kjo punë. Dhe është vështirë që të arrijmë të kuptojmë se si funksionon truri. Ne jemi shumë të zot të kuptojmë si funksionon sinjali elektrik, që janë ato molekulat që lejojnë kalimin e sinjalit e gjitha, por pastaj agregimin e këtij sinjali në mendje se kuptojmë dot. A ka një të vërtet për trurin që shumica e njerëzve nuk duan ta dëgjojnë, po që mund na thoni sot, ka një mit? Tani të qenë që unë jam këtej nga ana e trurit, se di se çfarë kanë njerëzit si mit që zuan ta dinë. Dhe nuk e di, keti diçka që nuk don ta di? Ta them unë. Jo, unë thash, thjesht do qelloj një herë, pashi një esër dhe do dëgjoj çfarë do më prodhoi profesori tani, çfarë do më thotë ndonjë gjë interesante. Ja, unë kurioziteti më i madh që kam është pse nuk janë gjithë njerëzit e mençur. Pse nuk janë të gjithë njerëzit e lumtur? Për të çështjen e lumturisë, është çështje, unë mendoj që lumturia është një vendimarrje jona. Dua unë të jemi lumtur, do jemi lumtur. S'dua të jemi lumtur, s'kam për qenë kurrë i lumtur. Tani pse unë s'du të jemi lumtur, këtë se kuptoj. Se njeriu s'ka pse të mos jetë i lumtur, po ka njerëz, si di, zgjohen në mes me idenë që unë s'jam i lumtur. Dhe vazhdojnë gjithë dita me këtë. Vetëm bërtasin, vetëm rrafin, vetëm shajnë, vetëm bëjnë. Truri pra shefi lumturisë tonë, apo jo? Ai na ka dorë. Truri, po në fakt është mendja. Mendja. Dhe ne nuk e dim se ku është mendja. Thonin grekrët, mendja është e gjendra pineale, po. Unë e shoh atë pinealen kur e operoj, po se shoh mendjen aty. Tani ku është gjendra pineale, se e kemi trurin atje dhe mund ta hapim dhe ta demonstrojmë pak, sepse spiritualistët thonë që ajo është një gjendër shumë e rëndësishme energjetike, përveç se neurologjike, e cila është përgjegjëse për dritën, për frymëzimin, për ekuilibrin. Tani nëse heqim një pjesë të trurit, ky quhet lobi temporal, diku këtu thellë, fare, nuk e di ana e shef dot apo jo, ndodhet gjendra pineale. Pra po ta ndajmë në 4 pjesë, neve është diku këtu është pinealia. Është shumë thellë, është qendra fare. Pak a shumë. Shihet ajo? Shihet gjatë operacionit? Shihet, arrin të shihet me sy? Ne duam ta prekim. Është kjo gjendra këtu. Nuk duam ta prekim se është shumë thellë dhe ka shumë vena të rëndësishme që janë aty afër. Dhe nëse ne bëjmë dëmtim të atyre venave, pasojat mund të jenë katastrofike. Por është e vërtetë që gjendra pineale i atribuohen shumë vlera. Atë që ne dimë është që ka lidhje me dritën. Pra ajo nxitet kur vjen drita nga jashtë. Dhe nëse keni dëgjuar për melatonina ishte një nga substancat që prodhohen te gjendra pineale. Kur ti ke mungesë të dritës, ke mungesë prodhimit melatoninës dhe ke një si gjendje si i mërzitur. Ja, këto vëtet nordike e vuajnë mungesën e diellit. Që dielli të ngacmoj, që pastaj prodhoj atë dhe ti jesh më i lumtur. Është përgjegjëse edhe për gjumin, kjo zonë? Po aty hyn ato. Me që prodhohet melatonina aty? Po. Çfarë duhet bëjnë njerëzit për pagjumsinë? Keni ju ndonjë zgjidhje, doktor? Diçka që sugjeroni, se ka shumë njerëz që vuajnë nga insomnia, nga pagjumësia dhe është torturuese në fakt, sidomos kur të del gjumi në orën 3 të mëngjesit, ajo pjesa e ndërgjegjes tonë e cila na vë përpara dhe neve nuk flejmë dot, nuk qetësohemi dot. Sa i rëndësishëm është gjumi në lumturinë tonë? Kjo është një nga gjërat më të mira që mund bëjë njeriu për veten e vet, që të dëgjojë veten e vet dhe ta kuptoj. Pra, ti ke kuptuar shumë mirë që po s'pate një gjumë cilësor, të nesërmen si e eficient. Këtë gjë do ta kuptojmë për çdo gjë. Pra, jo të themi kështu është kjo punë, por të kuptojmë që trupi po na jep sinjale të cilat na bëjnë që ne të jemi më mirë. Gjumi është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm sepse është momenti kur truri merr veten nga puna që ka bërë gjatë gjithë ditës. Është momenti kur konsolidon memorjet e ditës së kaluar. Për fëmijët, për studentët që thuhet, i këshillon që bëj gjumë të mirë dhe mos bëj ato studimet që rinë 12 orë duke lexu, sidomos kur janë fakultet, sepse ajo nuk është një metodë eficiente e të mësuarit.
duhet flesh mirë, duhet studiosh, duhet studiosh, kështu konsolidohen memoriet edhe kështu mëson më mirë. Si një ditë e jetuar mirë, ashtu është gjumi, dhe si një jetë e jetuar mirë, ashtu e ëmbël vjen vdekja. Besoni të kjo? Do me thënë mendimet pozitive, sensi optimistit parit gotës plot, dhe kur ajo nuk është shumë plot, po duke punuar që gotën ta mbushim plot. Po pra, unë besoj pikërisht e kjo që ne jemi të Zotët, t'i themi vetes të jesh i lumtur ose të mos jesh i lumtur. Jemi ne që e orientojmë veten drejt kjo punë. Truri merr komandë, pra. Nëse unë dua t'i them vetes që kjo gota është bosh, sigurisht që gjithë dita ime do shkoj bosh, se kam këtë mendësi, por nëse unë them që kjo është plot, çdo gjë që shoh në jetë do e konsideroj si një mundësi, si një gjë e mirë dhe patjetër që do kem një jetë më të lumtur. Truri pra merr komandë, bindet. Duhet ta edukosh i çik. Duhet punosh me veten tënde që ti bësh të kuptoj që kjo është e vërteta. Se nëse arrin të bindesh veten tënde, pastaj s'ke si ta drejtosh. Tani me pak sens humori, ka një përdërim të fjalës tru në shqip, jo vetëm në mënyrë anatomike, mjekësore, por në mënyrë figurative, frazologjike dhe emocionale. Dhe unë dua që në mënyrën tuaj ju të mi komentoni. Shprehjet të tipit se ne kemi gjuhën shqipe, shumë të bukur e kemi gjuhën shqipe. Për shembull, të dalshin trut. Çdo të thot për juve kur dikush të makon dhe thot të dalshin trut vendit. Mu kjo do më kujton të kohën që mëso, aq shumë sa të dalin trut. Në një farë mënyrë kjo nuk është e keqe, kjo është e mirë dhe të thotë që shiko duhet mësosh. Vazhdo, puno, këmbgul. Derisa të dalin trut vendit, pra t'jesh mësuar, t'jesh ato që thoni juve rrubat janë bërë aq të mëdha sa po dalin nga truri. Është gjë e mirë kjo. Po kur thon ju çmend truri fare. Iku truri. Pa, iku truri. Ku ikën truri, profesor? Truri fle gjumë në atë moment. Fle gjumë? Ti je një njeri pa tru. Që s'është gjë e mirë. Do me thënë, kur ikën truri, nuk do thotë që ti e ngritur një nivel të tillë lumturie sa ke humbur kontrollin edhe s'do fare ti jesh tek mendja jote. Po do t'jesh nuk e di tek instinkti, tek zemra, tek emocioni, i egoist dhe s'do ta fusësh mendimin atë moment. Do vetëm të përjetosh të ndjesh se ndjera dhe e menduara kanë një konflikt, apo jo, do flasim pak më poshtë. Unë do thosha që e ka zënë gjumi atë trurin e shkret. As po punon fare. Të ka ikur truri ndonjëherë për diçka në jetë? Që të më këtë zënë gjumi dhe truri mos funksionoj hiç, ja. Nuk më e men. Po e di pse s'më e men. Se kur truri hikën, nuk ka kush t'i krijoj memorien. Kështu që të mungon ai që të kontrollon. Mu bë truri lëmsh. I kemi shumë të bukura shprehje frazologjike. Të trurit janë më bë truri lëmsh, domethënë lëmsh truri nuk arrin të funksionojë si duhet. Nuk arrin të interpretoj ç'a shef, ç'a dëgjon. Unë e përdor shumë shpesh këtë shprehje. A ke tru në kokë? E kam kështu tipike. A ke tru apo të punon truri apo po flet për qartë? Është shprehje ime tipike. Mira, ke apo të punon? Truri. E ke të zgjuar apo e ke të përgjumur? Edhe më pëlqen shumë të them njerëzve, shtrydhi trut mirë sa do ta gjesh zgjidhjen. Se në një anë është problemi dhe në një anë është zgjidhja. Juve keni ndonjë shprehje frazologjike me trurin fare. Me trurin që e përdorni shpesh, ju vetëm e kuroni, e shëroni, e diagnostikoni dhe e operoni. Po nuk e përdorni fjalën tru, nuk e përdorni si figure. Goditjet në tru janë specialiteti i juaj apo i një dege tjetër të? Goditja në tru është një kështu llaf i përgjithshëm, por që përfshin ose një mungesë furnizimi me gjak, që është ishemia, ose një shpërthim të gjakut, që është hemoragjia. Të dyja bashkë përmenden atë që quhet goditja në tru. Është neurologu ai që merret me këtë, me trajtimin e ishemisë. Është radiologu, neurologjist, intervencionus, i cili nëse kapet në kohën e duhur, heq shkakun që ka shkaktuar isheminë, që është trombi, në ato 6 orëshin e parë. Dhe pastaj rrallë hym ne, neurokirurgët, për të hequr hematomën. Është një sëmundje që ka nevojë për neurolog, intervencionist, neurokirurg, dhe sigurisht janë kujdesi intensiv reanimatorët.
Po nëse ka diçka për cilën njerëzit duhet të kenë kujdes nëse kanë një sinjal që diçka po ndodh në kokën e tyre, se nis zakonisht me një dhimbje koke dhe ti thua do pi një paracetamol dhe do ta kaloj. Po neve sa kemi një sinjal të kësaj natyre shkojmë direkt në urgjencë për shembull, sepse dim që ky është një sinjal fillestar i diçkaje që mund të jetë shumë kërcënuese dhe serioze më vonë. Ka diçka edukuese që mund të themi? E mira e këtyre emisioneve edukuese është e para sensibilizimi i shenjës që të çojë te mjeku, por sidomos është edukimi i jetës së mirë. Dhe jeta e mirë përfshin mos pim duhan, mos pi alkool, bëj aktivitet fizik, që ne jemi lodh duke i thënë dhe nga herë na duket sikur flasim në ajër, po që është e sigurt që një jetë e shëndetshme, pa helme, dhe alkooli është helm, duhani është helm, është një jetë më e mirë. Një jetë me aktivitet fizik është një jetë më e mirë, një trup më i mirëmbajtur. Dhe gjëja tjetër që ne duhet bëjmë është që të shkojmë një herë te mjeku. Një herë në vit, një herë në 2 vjet, po të shkojmë. Dhe duke avancu mosha të shkojmë më shpesh, sepse janë sëmundje të cilat ne i marrim vesh tepër vonë, dhe kjo kur më ra mu ishemia, në një farë mënyre u bë dëmi. Puna është të mos shkoj te ishemia. Dhe këto sëmundje janë tensioni, dhe nuk na kushton të masim tensionin një herë në 6 muaj. Te mjeku. Është diabeti, që ti se merr vesh hiç, dhe veç në një moment kur kap që është 200-400, ndërkohë që kishe këta na mundësi që ta kishe diagnostikuar më parë dhe ta kishe mjeku. Kështu që, okay, të shkojmë te mjeku kur kemi halle, por më e rëndësishmja është t'i besojmë këto këshillat e jetës së shëndetshme dhe her pas here të kontrollohemi. Për sëmundjet që ne i dim shumë mirë, janë programe depistimi që janë të qarta dhe çdo mjek i di. Po duhet jo i smuri, po njeriu të shkojë që të ketë mundësi të përfitojë nga kjo. Cili është intervenimi urgjent që bën ju në ato orët e para kur ndodh një episod ishemik, doktor, që mund të jetë shumë shpresdënës që shpëton çdo lloj pasoje që shoqëron këtë lloj goditje? Ne kemi 2 mënyra për të përmirësuar të ardhmen neurologjike të sëmurit në rastin e ishemisë. Të heqim trombin, në qoftë se është një trombi është një mpiksje gjaku, po që ka bllokuar një enë të trurit. Hiqet në mënyrë kirurgjikale apo jo? Ajo hiqet me sonda përmes enëve të gjakut, janë radiologët intervencionistë që bëjnë këtë punë. Dhe qoftë se arrin ta heqësh brenda këtij orarit, ke një përqindje të mirë të volumit të trurit që merr gjak dhe rikthen funksionin e tij. Tjetra është mjekime në vena, të cilët ato mundohen ta tresin këtë trombin, që është tromboliza. Këto janë 2 mjetet e reja që ka mjekësia, tromboliza dhe trombektomia, të dyja për trombin, që sjellin një përmirësim të jetës të smurit. Po në rast se kemi hemoragji cerebrale, pra kemi këputje të kapilarit të gjakut, hemorragjia cerebrale është më e rrallë, shumica janë ishemit, dhe prandaj bëhet lufta më e madhe. Te hemorragjia nuk jemi kaq të zot. Nuk, sepse hemorragjia unë e krahasoj me një dig që u ça, dhe gjitha i liqen, gjitha i lum përmbyti që ndodhi përpara. Këtë dëm që shkakton përmbytja, ne se rregullojmë dot. Ajo pemë që u thy, ajo balta që doli, ne nuk e pastrojmë dot. Pra truri në momentin që ndodh hemorragjia e shkatron. Dhe heqja e hemorragjisë nuk e përmirëson cilësinë e jetës, nuk e përmirëson dëmin që ka ndodhur. Tumori në tru. Tumoret cerebrale dhe menaxhimi modern i tyre përmes teknologjisë. Shija një podcast tjetër mjekësor të një homologu në Londër dhe ishte një mjek si ju, koleg i cili fliste për neurokirurgjin invazive minimale dhe teknologjitë e reja, radiokirurgjin, pathik, përdorimin e robotikës, implantët që lidhen me inteligjencën artificiale. Ku jemi ne në Shqipëri? Ne tentojmë që të fusim çdo ditë më tepër përdorimin e teknikave mini invazive. Dhe ndërkohë që po them para 20 vjetëve për të hequr një tumor bënim një prerje të madhe, tani mundemi me një prerje fare të vogël të vetulla të arrijmë të njëjtin rezultat.
Kjo si pasojë në radhë të parë e përftimit të eksperiencës nga kolegët dhe i dyti nga mjetet e reja që ne kemi në dispozicion. Janë mjete që kanë ardhur si pasojë zhvillimit të teknologjisë. Dikur kishim televizorin bardhëzi, tani e kemi me ngjyra, dikur ishte standard definition, pastaj vajti HDP 4K dhe në mjeksi kjo teknologji, ky përmirësimi i teknologjisë ndihet. Dhe ne kemi mundësinë të përdorim endoskopin, i cili të lejon të shohësh struktura të vogla në thellësi, po pa pas nevojë për të bërë hapje të mëdha, sepse është kamera e endoskopit e cila shkon deri atje ku është smundja. Kështu që metodat mini-invazive janë gjithmonë më tepër në përdorim. E dyta ju e përmendët dhe është në vërtet një arritje e madhe që quhet radiokirurgjia, e cila sërish arrin të njëjtën rezultat, të trajtoj pjesëza të vogla të një sëmundjeje maligne ose jo, në një vend të thellë të trurit, ku vajtja e dorës tonë mund të jetë shumë e rrezikshme, dhe atëherë çojmë rrezat. Është një parim që e ka shpikur një neurokirurg suedez, Lexell, shumë vite përpara, po ai pati vizionin që kjo gjë do hecte. Sepse bëhet fjala për vitet 60-70, rrezatimi ishte një gjë që konsideroi e frikshme ose po jo shumë rezultative, dhe ai pati mendimin që të bënte përqendrimin e tufave të rrezatimit në një pikës të vetme, por ama të ishin shumë tufa, 200 tufa. Dhe duke kaluar përmes trurit 200 tufa, këto tufa gjatë kalimit nuk bëjnë dëm. Se janë 200, kanë një rrezatim shumë të vogël, një dozë shumë të vogël, por kur të gjitha mbërrin pikën, qendrën, aty bëjnë dëmin tamam dhe dëmtojnë tumorin ose dëmtojnë atë kavernomën ose mavin ose adenomën. Dhe radiokirurgjinë e kemi prej 10 vjetësh e më shumë, që kemi mundësinë që ta përmirësojmë jetën e të smurit, sepse nuk jemi radikal në heqjen e sëmundjes, por ama heqim 90%, 95% të këtij tumori, dhe atë 5% i cili po e hoqe do bësh një dëm shumë të madh, këtë 5% e frenojmë me anë të rrezatimit, me anë të radiokirurgjisë. Kjo hynte mini-invazive. Kërkon një specializim të posaçëm që aparaturën ta përdorim në funksion të dijeve të përgjithshme që kemi për neurokirurgjinë, sepse evoluimi i teknologjisë dhe i shkencës, disa nga njohuritë e mjekësisë tradicionale klasike i zhvlerëson, si thua, me gjithë respektin, kështu që koha është një evolucion i vazhdueshëm bashkë me të dhe metodat për të shëruar. Vërtet, neve mjekësia është në ato profesione që thuhet që asnjëherë nuk i ke mbyll librat dhe gjithmonë ti lexon edhe updatesh me çfarë ka dalë. Kështu që përpara se të dilte radiokirurgjia, ekzistonte vetëm radioterapia. Dhe në momentin që në spitalin tonë erdhi radiokirurgjia, ne filluam ato seancat edukative ose njohëse me kolegët për t'i thënë shiko se kemi këtë teknologjinë e re e cila vlen për të trajtuar filan smundje. Kështu që tani është përhapur dhe dihet kjo punë në komunitetin mjekësor që ekziston radiokirurgjia dhe njihen këto indikacionet se kur përdoret, kur s'përdoret nga të gjithë. Kur dikush më pyeti një herë dhe më tha, si e imagjinon ti plakjen Alketa? Edhe unë i thash, si një proces tjetës, të cilin duhet ta kalojmë, sikundër dhe vdekjen e pashmangshme që është stacioni i fundit ku do mbrim. Por kam një dëshirë shumë të madhe që dua të plakem bukur. Dhe kur them dua të plakem bukur, nuk e kam fjalën për plakjen estetike, po të plakem bukur që mos kem për shembull mungesë kujtese për gjërat e mrekullueshme që kam kaluar në këtë jetë, që të jem e gatshme që atë që kam grumbulluar nga përvoja jetësore të kem fuqinë të artikuloj dhe ta ndaj me brezat që do të vinë. Edhe demenca për shembull dhe Alzheimeri janë dy nga sëmundjet që më trembin më shumë. Edhe them çfarë duhet të bëjë njeriu sipas jush që mos plaket me demencë me Alzheimer. Këto janë sëmundje shumë të vështira në fakt, sepse nuk janë sëmundje që më dhëm këtu, më dhëm atje, por ty të largohet mendja. Por ne nuk kemi gjë për të parandaluar një sëmundje. Nuk është nga ato sëmundje që një jetë e shëndetshme të parandalon, pra po mbas tensionin edhe nuk më vjen Alzheimeri. Alzheimeri do vinë nëse është e shkruar që do të vijë. Po statistikat thonë që ka një rritje të
prevalencës së këtyre sëmundjeve për shkak të plakjes të shoqërisë. Kjo mund të jetë e vërtet, sepse Dhe jo, plakje jo e shëndetshme. Neve na është rritje gjatësia. Dhe me rritjen e jetë gjatësisë, sigurisht që dalin sëmundje të cilat më përpara i shifshe më rrallë, për shkak se njeriu kishte një gjatësi më të shkurtër. Fëmia dhe truri në vitet e para të jetës, a ka 5 gjëra që duhet të dinë prindrit? Nga ju si shefi neurokirurgjisë, po edhe i pediatrisë. Prindi ka një gjë shumë të thjeshtë, i vjen shumë natyrshëm, që ta mirërrisi fëmin e vet, që është i këndon, i lexon, i qesh, bashkëvepron. Këto janë të mjaftueshme që fëmia të rritet i shëndetshëm nga ana mendore. Një fëmijë i cili lihet aty te cepi me atë ekranin edhe ndërkohë nuk dëgjon asnjë fjalë nga prindi dhe asnjë ndërveprim nga prindi, është një fëmijë që nuk ka për të rritur mirë. Nga ana mendore. Edhe të kjo pyetje do kemi një pse pas sepse. Pse tumori tek fëmijët vegjël fare? Është pjesë e jetës. Tumori është një gjë që ndodh, janë sëmundje që ka si në moshë fëmijërore ashtu edhe në moshë të rriturit, ndryshon lloji i tumorit te fëmia nga lloji i tumorit te i rrituri, por që janë dhe nuk mund të thush pse. Kemi më shumë raste suksesi se sa raste që nuk përfundojnë mirë kur bëhet fjalë për tumorin në trurin e fëmijëve të vegjëlve? Fëmijët kanë një ndryshim nga i rrituri, se te i rrituri shumica e tumoreve janë tumore të këqij. Ndërkohë që te fëmia janë gati gjys për gjys. Pra gjysma mund të jenë të mirë që kirurgjia i shëron. Inteligjenca emocionale për juve çfarë do të thotë? Po për ju? Për mua? Për mua është cilësia më e rëndësishme tek një person. Do me thënë, ti mund t'jesh shkencëtari më i madh, ti mund t'jesh nobelist, ti mund t'jesh artisti më i jashtëzakonshëm, futbollisti më i spikatur, të kesh para, të kesh famë, të kesh pushtet, të kesh sukses, por në momentin që ti nuk ke ndjeshmëri emocionale dhe aftësi për të kuptuar tjetrin, për të kuptuar ku është limiti yt dhe ku përfundon i tjetrit, ku veprimi yt të jep ty dobi, po dëmton tjetrin. Për këtë e kisha Allahu. Për këtë e kishim të dy u kuptuam me një shikim. Në mënyra se si flet dhe të mënyra se si përgjigjesh, ajo është që të vend kuptosh nëse ky njeri ka emocione apo është një njeri kompjuter, di shumë gjëra, po s'ka emocione në brenda. Unë mendoj ka një reset button truri, një buton kështu për ta startuar që të vjet në ekuilibër, siç ndodh me kompjuter, një refresh ose një shutdown dhe pastaj e fillon prapë sistemi nga e para. Siç u thash truri dhe kur ne flejm, në fakt ai është në punë. Punon truri, çfarë bën truri kur ne flem vërtet? Përforcon ato që ka pa gjatë ditës, kujtesën. Nata është koha kur truri depoziton dhe i bën të përhershme kujtimet e ngjarjeve të ditës. Neve kemi dy lloj kujtesash, një që është e shkurtra, a piva ujë para 5 minutash, edhe një kujtesë që është afat gjatë, emrat e fëmijëve, shkolla. Dhe kjo afat gjata ka nevojë të depozitohet, të futet diku, të futet ai zyrtari. Ky është proces që ndodh gjatë natës, gjatë gjumit. Prandaj duhet gjumi i shëndetshëm, sidomos po thosha për studentët që të magazinojnë ato që kanë mësuar. Shumë pacient lutjen e kanë një ritual që e praktikojnë përpara një operacioni, por dhe meditimi në kohën që janë duke kuruar një sëmundje. Përmirëson dukshëm sipas teknikave dhe ritualeve të spiritualitetit. Shërimin, procesin e shërimit. Mund ta kem një lloj shpjegimi për këtë fenomen. Ne në fundit jemi të përbërë nga molekula, nga proteina, nga glukoza, dhe çdo gjë vepron në këtë mjedis që janë hormonet edhe gjithë lëngu i brenda trupit ton. Në qoftë se ne jemi të stresuar, ne jemi të shqetësuar, ne jemi të mërzit, është një lloj tjetër mjedisi që kemi brenda vetes. Në qoftë se ne jemi të lumtur, është një lloj tjetër mjedisi në sensin e molekulave që janë në organizëm. Dhe është e qartë që ndryshe lufton trupi me sëmundjen kur ka një mjedis agresiv nga ana e molekulave, dhe ndryshe kur ka një mjedis të qetë. Kështu që ndoshta meditimi, lutja dhe të gjitha këto krijojnë një mjedis më pozitiv për të shëruar. A mundet besimet tona dhe informacioni që japim në trurit të na shëroj sëmundjet që kemi në trup? Po.
Mundet, me këtë shpjegimin që ju bëra mbi gjithë mjedisin. Është, ju e dini, më dhëm stomaku se kam aciditet, dhe aciditeti ju e dini që vjen nga një stres, nga një mërzi, nga një hall. Në njerëzit që kanë ulçër, për shembull, stomak, thuhet një ndër teoritë që ne kemi është që ti ke pasi stres të vazhdueshëm, që stomaku ka qenë me aciditet të vazhdueshëm dhe në fund fare mukoza është gërvisht dhe ka kriju ulçërën. Kështu që patjetër që sistemi nervor funksionon edhe mund të modifikojë gjithë organizmin. Çfarë i thoni doktori një pacienti kur ju pyet për shembull në pasigurinë dhe ankthin e një operacioni, doktora do të jem unë i njëjti person pas operacionit të trurit? Në shumicën e rasteve i them që do jesh më mirë, sepse qëllimi i operacionit bëhet që i smurit të ketë një jetë më të mirë mas operacionit. Por nga ana tjetër, ati ndoshta jo, po familjarëve, patjetër që i shpjegoj dhe rreziqet. Dhe nuk ka arsye dhe nuk ka kuptim dhe nuk është e vlefshme që në këtë marrëdhënie që krijon pacient me mjek, ti të jesh jo real, jo krejt i vërtet në ato që thua. Nuk ka kuptim dhe besoj që familja i smuri e ndjen këtë. Nëse ti po flet me të vërtet, se i mendon, se i ndjen, apo po i flet se hajde se numra janë 10% kështu, 5% kështu, 2% kështu. Kjo metoda e dytë nuk krijon një marrëdhënie të shëndetshme me familjarin, dhe shumë e rëndësishme. Nëse nuk krijohet besimi, nëse nuk krijohet mirë kuptimi, çdo gjë bëhet shumë e vështirë. Dhe më e vështira është që ai nuk pranon atë operacion, po në fakt ti e di, ai operacion është i nevojshëm, ai do e ndihmoj. Kështu që ti duhet të mundohesh në maksimum që ato që ti di që janë të mira, t'ja bësh tjetrit i kuptoj. Unë do t'ju bëj disa pyetje tani, që besoj do janë shumë tërheqëse për ata që po na ndjekin, që janë pyetje që kanë lidhje me dashurinë, me zemrën, dhe konfliktet që lind midis zemrës dhe trurit. Nuk e di nëse do të ishte me udhës që unë të pyesja një neurolog, një psikiatër apo një psikolog, po do tentoj dhe me juve një herë, të shikoj për njohjen që ju keni për gjithë shkencën e trurit, edhe mendjes se çfarë përgjigje mund të më jepni sipas versionit tuaj, okay? Kështu që do të flasim në fakt për një nga gjërat më të bukura të ekzistencës njerëzore, një nga emocionet më të fortë që është dashuria. Unë jam shumë kurioze të di, edhe audienca besoj, se çfarë ndodh me trurin e njeriut kur bie në dashuri. Prodhon disa hormone. I dim këto hormone të lumturisë, po, i dim, serotonina, oksitocina, dopamina. Ka ndonjë tjetër që nuk dim? Jo, besoj këto janë kryesorët. Adrenalina pak. Mund të ketë tjera që ne si dim, po që aty janë, po do zbulohen dhe ata. Dhe pse neve pasi përjetojmë këtë lloj lumturie dhe stimulimin e këtyre hormoneve nuk arrim dot që ta arsyetojmë në një fazë caktuar të përjetimit të dashurisë? Kjo pseja është shumë e vështirë për t'i dhënë përgjigje pse. Po cila është valvula që bllokohet në tru dhe mendimi nuk punon më? Ndërkohë zemra pulson gjithkohës fort, gjak. Kjo është një peshore, dhe truri gjithmonë punon me peshore. Nëse unë dua të mbledh dorën, do shtrëngoj muskulin këtu, pa ma do liroj këtë muskulin këtu, përndryshe nuk e mbledh dot, se ky do më kundërshtoj. Kështu që në këtë moment peshorja anon nga dashuria, nga hormonet e kënaqësisë, nga hormonet e mirëqenies, që janë hormonet që përmendet. Cila zonat janë në tru është përgjegjëse për këto hormone? Mund ta shikojmë pak vizualisht? Fare thellë, shumë e mbrojtur. Kush afër gjendrës spinale, afër gjendrës spinale është zona që dizet trungun e trurit, aty janë gjithë qendrat që në fakt komandojnë jetën jo mendore, po jetën emocionale, jetën viscerale, themi ne. Obsesioni, çfarë është në vetvete? Obsesioni është një smundje psikiatrike. Do me thënë, ata që dashurojnë e kanë vërë rrugën drejt çmendurisë, rrugën e sigurt. Ja, i tha që është obsesioni. Po, nëse arrim të vëm emrin obsesion, është sëmundje. Është një njeri i cili nuk arrin dot të frenoj këto mendimet, dhe që e gjithë qenia e tij, e gjithë jetesa e tij kushtëzohet nga këto mendime. Ka njerëz që kanë obsesionin që ka mikrobet e dora dhe rin gjithë ditën vetëm lajnë duart.
nuk arrin bëjnë asnjë gjë tjetër. Sepse kanë këtë. Kanë obsesionin që kanë mikrobin dhe kësaj pasaj i shtuhet edhe kompulsioni që do i lajë duart. Kështu që jo vetëm mendojnë, po dhe veprojnë, të gjitha bashkë lidhur me këtë. Kjo është smundje. Nuk mund të ngratrohet me ndjenjën e dashurisë, që është një tjetër gjë, është gjëja më normale që ka çdo njeri. Ka raste kur kjo dashuria shumë e madhe kthehet në obsesion. Edhe të bëhet psikiatri se do pyesna. Dhe për ty ai personi bëhet qendra e botës dhe kjo nuk është smundje. Kjo nuk është smundje, kjo nuk është obsesion patologjik, jo. Helen Fisher, studiuese amerikane e dashurisë romantike, thotë se kur dashuron është njësoj sikur keni dikë në trurin tuaj që bën kamping aty. Shumë figurë e bukur, e lezetshme shumë. Madje camping rent free, se vjen atje dhe s'paguan asnjë rand, të zë pjesën më të madhe të shpirtit dhe të zemrës edhe të pushton. Po për ama ndërkohë të jetë dy fishin, të jep shumë energji se ç'ke pasur i vetmuar. Ky është bashkimi i dyshja që bën më shumë se sa dy. Zemra kundër trurit. A konkuron zemra me trurin në fakt? Kush ka të drejtë kur duhet vendosim? Për ju personalisht, cila do të ishte zgjidhja mbasi do dëgjonit zërin e nënës tuaj të pjekur që do t'ju thoshte zemra një arsye që mendja nuk i njeh, po dëgjohet truri mbirës. Se zemra të merr në qafë? Apo nuk është kështu, vetëm zemra është rruga. Ai Rumi thot vetëm zemrën duhet të ndjekësh. Në këtë rast më kujtohet një fjalë angleze që thot believe in your guts. Kështu që është një i tretë që ka të drejtë. Truria zemra po zorrët. Se këtë kuptim ka believe your guts, Sepse nuk e di pse, po është e vërtet që gjithmonë e më shumë këto studimet e neuroshkencës kanë filluar të vënë në pah vlerën e mikrojetës që ne kemi në zorët tona. Ca viruset, ca bakteret, ca myqet, që janë një botë më vete që ne kemi në traktin tretës, në zorë, por të cilët prodhojnë hormone, prodhojnë substanca, prodhojnë gjëra të cilat siç duket komandojnë edhe gjithë jetën tonë. Pse emocionet ndihen në zemër kur në fakt lindin në tru, zemra? Jo, pse ndihen në zemër kur? Ne nuk ndjejmë emocionet, po ne ndjejmë pasojën. Dhe kur zemra rreh shpejt, ne kemi një si besdi, një si sekëlldi, një si diçka, një ndjenjë të ndryshme, të cilën ne interpretojmë si emocione. Po në fakt emocionet ndihen në zemër, por në fakt lindin në tru, nga shqisat tona, në fillim e shohim, pastaj e nuhasim, pastaj e prekim dhe ndjejmë. Emocionin është një pastaj dëgjojmë zërin, është një emërtim. Ne themi që kjo është e bardhë sepse dua unë të them që është e bardhë, po dhe ti je dakord që është e bardhë. Sepse të gjithë themi që kjo është e bardhë. Po ama është një përkufizim i joni, fjala e bardhë s'ka kuptim. Kështu që dhe fjala emocion nuk ka një thënie objektive. Por neve, tu ndje që na u skuq fytyra, tu ndje që na u ngroh fytyra, tu ndje që sikur po na merret fryma, tu ndje sikur po na rref shumë zemra, të gjithë këtë gjë ne themi te ky është emocioni i frikës. Po është emri që i vëmë neve. Ne duam t'i themi emocioni i mirë, emocioni i keq, ai është thjesht ca çrregullime nga ai stabiliteti ku ishe ti. Stresi dhe traumat shpeshherë çojnë impotencë seksuale tek burrat. Si duhet thyer cikli? Kjo është kur truri bëhet më i fortë se sa trupi. Kështu që te truri duhet parë kjo punë. Duhet me u taku me një psikolog i cili të mundet të arrijë thyerjen e kësaj traume që pati këtë pasojë, impotencën. Çfarë ndodh kur ne vdesim? Vdes zemra e fundit apo truri? Jo, ka raste që truri vdes, nuk ka aktivitet elektrik, se truri, ne themi që truri jeton kur ka aktivitet elektrik, kur prodhon ato potencialet e vogla që maten me ezhen, dhe kur ne masim vën me ezhen dhe nuk shohim asnjë sinjal, themi që truri ka vdekur. Ky është kriteri që përdoret për të lejuar transplantin. Duhet kesh vdekjen trunore, kjo e bën të pamundur rikthimin në jetë, dhe atëherë ti të lejohet të bësh transplantin e zemrës, mëlçisë, mushkërisë. Kështu që i fundit vdes zemra. Në momentin që nuk ka më qarkullim gjaku, nuk ka më ushqim
organizmi dhe do vdesin të gjithë organet e tjera. A keni një ëndër juve për neurokirurgjinë shqiptare? Çfarë duhet bërë më mirë në atë spital dhe në këtë sektor në Shqipëri, në gjitha spitalet? E mira s'ka fund, ashtu siç dhe e keqja. Po ëndra është më shumë synimi që kur largohesh të lesh vendin më mirë se që gjete. Dhe ky është motivimi i përditshëm. Qoftë në planin njerëzor, pra studenti që nesër do jetë në vendin tim të jetë më i mirë se unë, qoftë në planin infrastrukturor, që veglat, materialet që janë sot, nesër t'jenë edhe më shumë. Nëse do t'i jepnit një këshill një studenti të ri të neurokirurgjisë, çfarë do t'i thoshet sot? Studenti të ri të neurokirurgjisë në këtë situatën ku gjithmonë përmendet do rinë Shqipëri apo s'do rinë Shqipëri apo ç'a do bëj, si do bëj, do i thojsha që nëse ka zgjedhur neurokirurgjinë, kudo ku të shkojë ka për të bërë neurokirurgji. Kështu që të mësoj që të di edhe të bëhet një neurokirurg i mirë. Të mos ketë mendjen po nejta këtu s'do jemi mirë, po vajta atje do jemi mirë, po vajta aty do jem shumë i mirë. Të ketë mendjen të mësoj. Çfarë do thotë për juve një tru dhe mendje e bukur? Të janë kështu si figura letrare dhe neve të trurin. Juve të trurit që shikoni trurin kështu si objekt studimi. Ne trurin, unë trurin e shoh gjithmonë të bukur. Dhe e shoh gjithmonë si diçka që duhet kujdes, pra ta prekësh but, mundësish mos e shohësh hiç, dhe ta arrish që të shkosh te sëmundja dhe ta shërosh sëmundjen pa lënë dëme përgjatë rrugës së vajtjes deri atje. Nëse do isha unë një mjek e ardhshme e trurit, do më shkonte? Po, ke shansa. Kam shansa, apo jo? Jeni një mendje e bukur vërtet dhe ju falenderoj për këtë leksion të shkëlqyer, shumë dimensional, që ndam sot me të gjithë shikuesit e podcastit tim. Shumë faleminderit edhe u takofshi vetëm për intervista të bukura frymëzuese, edhe mos paça nevojë që të vi për ndonjë çështje që ka lidhje me trurin tek dera juaj. Unë them gjithmonë, shpresojmë që të mos shifemi, po dhe në u pafshim të shifshim për gjëra që i zgjidhim dot. Po nëse do më duhet të trokas, të paktën e di tani se cila është dera dhe adresa dur. Shumë faleminderit doktor, jeni një mendje e bukur në këtë vend dhe faleminderit për gjithë kontributin që jepni në mjekësinë shqiptare. Faleminderit.